Ka disa mënyra se si mund të vish te Koloseu në Rom nga Shqipëria. Një është me këmbë, po t'i biesh rreth rrotull, ka disa rrugë që janë dhe për bicikleta dhe në këmbë mund t'i biesh deri në Trieste si për të vish prap, do të hajë diku rreth 6 muaj, 7 muaj, por mund të vish. Mënyra e dytë është me bicikletë përsëri nga sipër, mënyra e tretë me këmbë, me traget me këmbë ose bicikletë me bicikletë nga Bari ose Brindisi nga Durrësi, mënyra nga Via Egnatia dhe pastaj lidhet prap direkt nga ana italisë dhe vjen këtej. Mënyra e katërt është ta bësh me motor, pastaj me makinë, mënyra e pestë, ose nëse nuk i ke gjitha këto, ose për ton ti bësh gjitha këto, mund ta bësh ose me avion, ka avione duke filluar nga 10, 15, 20 euro, 30 euro vajtardhja mbase nga Shqipëria në Rom, që ka dy aeroporte Fiumicino dhe Ciampinon, edhe të kthehesh përsëri. Hotelet nuk janë dhe aq lirë, por mund të gjesh dhe me diku 40 euro nata mbase, 30 e ca e gjeta unë, po unë jam ninja tjetër muhabet, ose mund të vish me paketat që janë të gatshme, jo faleminderit, me paketat që janë të gatshme, të cilat kanë dhe autobusin, dhe hotelin, dhe avionin, dhe Ciceronin që ti thotë se vërtet se çfarë rëndësie ka patur për shkak Koloseu dhe gjitha këto. Dhe këto dy të fundit, qoftë me paket, qoftë me aeroplan, mund të gjesh tek 10 euro travel, shkruaj një mesazh dhe ata do të gjejnë mundësitë më të mira.